Ndryshe. Kesi, pse ke marrë dhe goca? Duhet ishe vetëm me çuna. Çuna dhe ky kali bukur fare. Samir Nikej, Samir. Edhe vere. Edhe nuk e di pse kisha për ti preva baluket e ti preva si që kur filloi refreni. Kes parasysh se s'kemi shumë kohë, do japësh përgjigje të shkurtra. Yes. Flash. Sa kohë ke pa marrë pjesë festival RTS-ti? Shumë, nuk e mbaj më Pse fakt. nuk shkon në festival? Po edhe do shkoj, kisha një plan në fakt, po thjesht për arsye se nuk munda dot që t'isha gati si duhej. Ti nuk je nga këto që thua që atje çmimet i lën kështu, Jo, mendoj festivalet janë festivale, gara është garë, kështu që unë jam rrit me gara, ty e kam nis çdo gjë, kështu që. Më janë kurioz njerëzit, m'fal. Çfarë bën ti përveç këngës në jetë? Nuk bëj gjë tjetër, unë kam mbaruar Akademinë e Arteve, kam mbaruar liceun artistik për kanto, çdo gjë është vetëm muzikë. Jo, këto pyetjet me votime bëj vet. Unë nuk digje. Nuk digje në juaj. Për kë votove? Opa. E votova. Nuk e tregon. Ja. Ashtu. Ti je këtu ande nga Vlora apo je nga Tirana? Unë babin e kam nga Gjirokastra, mamin e kam nga Vlora, kam lindur në Vlorë, kështu që. Flas në votime. E fshet është tani. Nuk tregon mirë. Çfarë talenti tjetër ke ti veç këngës? Çfarë pasionesh ke ti case veç këngës? Që nuk ta din tjerë, që jam mjeshtra për shkak. E ke ti një talent? Nuk dua ta them. Nuk e di. Unë kam pasur shumë qejf në fakt, nuk mund të them se është talent, po kam pasur shumë qejf pikturën ose më tepër kur kam qenë vogël, nëse nuk do zgjidhja të bëhesha këngëtare, do isha bërë arkitekte. Edhe kjo mund të them që është një nga ato arkitekturë ndër në sirtar, domethënë. Po. Po me që kujtove këtë, a ke ti një talent? Kemi kohë pa dëgjuar dhe këto kompozimet e Florit, po një nga perlat që ka Flori me Casey. Ka dhe Casey atë që ajo vazhdon të jetë, po them, në majët e këngëve tua. Me thënë drejtën Casey, po. Domethënë nëse mua do më rendisnin 3 këngë të tua, top 3-shja jote, njëra ishte kjo, njëra tjetër është Iceberg, që ke punuar me Olti Currin edhe me Dimitrov, Darko Dimitrov. Edhe shkoj për edhe kjo që ishte tani kjo si kjo kënga me baluke? Jo, unë jam për frym, më pëlqen frym shumë. E kam pëlqyer shumë në momentin për Ka disa pyetje të shpejta se s'kemi kohë, se ka përgatitur diçka Elona për ty. Nga kush ke më shumë frikë në jetë? Pyetjet pa nivel i ke këto? Po pa nivel është pyetje. Janë pyetje pa nivel. Dhe tash ishim nivelin Olti. Nuk e di, se kisha menduar ndonjëherë nga çfarë kam, ku diun, nga lartësitë ndoshta. Nga vdekja ke frikë? Ndonjëherë. Kur je mendoj gjatë. Ti je lidhur me dikë? Apo jo. Ti je single? Po edhe po ti Casey nuk ta thot, më nuk e di pse nuk flet për jetën private, goca asnjëherë. Kam zgjedhur gjithmonë mos të flas. Thjesht është një zgjedhje ime dhe nuk jam e lidhur ose single. Jam e lidhur ose jo, është mund ta thuash. Po jam single. Je single. Po. Sa ke që ndar? Nuk e mbaj mend. Ja një orë. Je ti fan se një këngëtari apo këngëtare shqiptare që jam fansja e kësajt apo e këtij këngëtari? Ka shumë këngëtarë. Po ja 2-3 që mos I ngeli hatri atyre të tjerëve. Unë jam rritur me Beyoncé dhe mendoj që në shqiptare. Fal. Ta kemi falur. Beyoncé nga. Do të Beyoncé ashtu jam rritur unë. Beyoncé nga Elbasan. Po, fal. Me brez, unë jam brezi John Lennoni. Po do zgjedh Flori Momajesi? Sigurisht. Ku je Flori Momajesi, ku je? Po, na ka marrë malli për atë. Ke pasur ti një mentor në karrierën tënde? Që vazhdon ta kesh apo jo? Mendoj që profesorët e mi në shkollë kanë qenë mentorët e mi dhe patjetër prindrit e mi të dy kanë qenë mentor në çdo gjë, po edhe në karrierë. Në karrierë. Kompozitori më I mirë që ti ke bashkëpunuar ndonjëherë, e kuptuam, Flori. Më shumë qan apo qesh? Si e ti nga ato që qan më shumë apo qesh? Mendoj që jam 50-50, nuk. Me vërtet? Edhe qan? Patjetër që qan. Mendoj që është kështu. Po sigurisht, ndoshta 40-60 edhe qesh më shumë. Sa më shumë qesh. Ka përshtypjen që është 60-40 për qan. Jo. Casey Tola, me që pak javë ka
kam përfunduar edhe Eurovisionin dhe patëm një përfaqësim të mirë, shumë të mirë, do thoja unë nga Shkodra Elektronik. Unë kam përgatitur një pyetësor për ty që fillon që herët. Në 2004 aty ku Shqipëria u prezantua për herë të parë me Anjeza Shainin dhe ti duhet e dashur të zgjedhësh shumë flesh midis njërës apo tjetrës, njërit apo tjetër artist që është prezantuar në skenën e Eurovision. Anjeza Shaini apo Rona Nishliu? Oh my god, e të mërshme. Po si mundem të... Tani, duhet të zgjedhësh. Të ndihmoj unë. Unë e di që ti i do dhe i respekton dhe je shumë e kujdesshëm. Je shumë e kujdesshëm, por ne të kemi vendosur kështu përpara kësaj përgjegjësie, kështu që na e lën ne komentin negativ. Këto janë mendoj që ky është pjesëri më i vështirë që mund t'i jepet një artisti, më besoni, edhe nuk është aq e thjeshtë. Po tani ne prandaj jemi ndryshe. Unë do zgjedh njerëzit me të cilët kam pak më shumë afrimitet nga të dyja palët. Me Anjezën kam pak më shumë miqësi dhe kështu që po zgjedh, po kjo s'do të thotë unë Ronën e dua shumë edhe performanca e saj në Eurovision ka qenë mbreslënse. Më mirë ndonjëherë deri tani ka qenë në vend të 5. Edhe Anjeza Shaini në vend 7. Shikoj, se edhe këto vendet duhet të themi që në fillim janë ato vende gjeopolitike që i flasim më pas here, kështu që po përfaqësimi i të dyjave ka qenë i shkëlqyer. Anjeza Shaini apo Ledina Çelo? Po, do vazhdoj me Anjezën për të njëjtën arsye. Anjeza Shaini apo Aurela Gaçe? Me Anjezën. Dil ka Aurela, më gjomë. Okej, po shkoj në vlorë Aurela. Aurela Gaçe apo Juliana Pasha? Okej, tani unë kam punuar shumë vite me Juliana Pashën edhe do shkoj me Juliana Pashën. Juliana Pasha apo Eneda Tarifa? Okej, po e ndroj se edhe këtu jo se ka gjë, po unë në një farë mënyrë edhe me Enedën vitet e fundit kam punuar shumë, po kemi kaluar edhe shumë kohë si mikesha bashkë, po thjesht po e për të qenë për ta ndruar xhiron e gjithë, po shkoj me Enedën. Po edhe unë po të letë marrë çik frymë, po shkojmë publicitet. Po jo me që mbyllëm. Publicitet. Pra mes Anjeza Shainit, Rona Nishliu, Ledina Çelo, Aurela Gaçes, Juliana Pashës, ka zgjedhur, domethënë nuk e kaluar të gjitha, ka kaluar jemi te Eneda Tarifa. Eneda Tarifa apo Luizelli? Luizin unë e njoh shumë pak, se duke qenë që thash do eci me këtë idenë që të futës pak shoqërinë mrena. Jo, po, domethënë me kë kam më tepër relata dhe afrimitet, që vazhdoj me Enedën. Eneda Tarifa apo mban mend ti Adrian Lulgjura dhe Bled Seiko që kanë qenë? Po, patjetër. Jo. Absolutisht Bled Seiko dhe patjetër dhe Adrianin, po patjetër do vazhdoj me Enedën. Enedën apo Gent Bushpepën? Enedën. Enedën apo Frederik Ndoci? Enedën. Çafati kjo Eneda? Iku Juliana. Ishte dhe një tjetër në Eurovision, Henrietta. Ka qenë një këngëtare. Hersi Matmuja. Po, Hersin. Vazhdoj me Enedën. Eneda Tarifa apo Angela Peristeri? Okej, tani prap shkojmë këtu te shoqënia e zemrës, po janë të dyja për mua prap, domethënë janë disa njerëz që po prap po ndroj tani për të ndruar për pirë një kafe ndryshe. Ndryshe Angela. Angela Peristeri apo Elhajda Dani? Okej, pra po ndroj, po shkoj me Elhajda Danin. Po i kam me Elhajdën e kemi qenë në shkollë bashkë. Domethënë prandaj po them janë shumë personale. Tu ka të bëj me çokat, ka të bëj me kush është më mirë. Elhajda Dani apo Jonida Maliqi? Do shkoj me Jonida Maliqi. Jonida apo Arilena? Në fakt me Arilena nuk kam pothuajse shumë, po shkoj. Po dy se fare. Po vazhdoj me Jonida Maliqin. Jonidën apo Besa Kokdhimën? Po ndroj, po shkoj me Besën. Besa apo Shkodra? Po qëndroj, Shkodra Elektronike kanë qenë fantastik edhe mendoj që patjetër, ky është rastimi i parë për t'i uruar kaq kështu publikisht, po duke qenë që çdo gjë në këtë intervistë vazhdon të jetë shumë personale për mua, do vazhdoj të qëndroj me Besën. Besa Kokdhima apo Albina Kelmendi? Edhe Albinën e dua shumë, po prap nuk kam s'kam pasur pothuajse asnjëherë një afrimitet, kështu që shkoj me Besën. Dhe fundit, Besa Kokdhima apo Ronela Ajati?
Do ndroj me Ronelën. Me Ronelën. Po intervista quhet Kë ke më shumë shoqë? Po do ta mbyll me nga patjetër do doja të përmendja Olta Bokën në fund fare sepse po do Olta Bokën. Po Olta Bokën. Si Olta ti? Kështu që pra, ndoshta ka shpëtuar Olta Bokën. Absolutisht me Olta Bokën. Ta prish publiciteti emrin se Olta Boka ka qenë më parë se dhe kam shkruar këtu Olta. Zemra, domethënë nëse ty do të duhej tani të Olta zhvonjat edhe Olta apo jo? Jo, Reshit Boka, Steve Boka, familjarisht. E nga cmova ka që futi zhonjatët. Te Selvia, është shumë e lezetshme Olta. Është gallat fare. Është mirë shumë. Nëse do të kërkoja një top 3 më e mira ndonjëherë për ty në Eurovision, në tre përfaqësimet më të mira që kemi pasur. Po do flas shumë si këngëtar, jo si këngëtar. Unë po flas shumë sinqerisht me atë ndjesinë time. Do shkoja me Anjezën, Ronën dhe Shkodrën Elektronike. Super. Bravo. Është zgjidhje ideale, edhe unë mendoj që kanë qenë nga këngët më të mira. Besoj të paktën në memorien time edhe në atë. Unë do shkoja me Frederik Docin. Çka ka këtu Frederik Docin? Leta nisë është të marr me dele me kështu. Okej, mirë, Kisi, çfarë ka next për ty? Ka vera koncerte, dhe ishte këngëtarja këtë herë që do këndosh këtë në për klabe, në për ambiente të open space, në verores, di? Unë, si fillim, fokusi është që të ndalin të gjitha videot e albumit Frym deri në fund, sepse janë edhe 3 të tjera përveç këtyre të 2-ave që kanë dalë. Me shumë mundësi, do mundohem shumë që të nxjerr edhe një këngë tjetër në korrik, uroj që të jetë gati, po prap jam në diskutime për këtë. Me të njëjtën kompani, me të njëjtin kompozitor, po. Ndoshta po. Dhe pastaj pjesa tjetër janë koncerte, ndoshta klabe, të gjitha, unë mirëpres të gjitha ofertat që mund të jenë për mua në patjetër gjëra që i përshtaten formatit. Po se s'dil shumë pak e bëj shaka, po patjetër do jem me eventet që jam gjithmonë, po besoj që edhe këtë vit? E mendoj, nuk kam diçka konkrete kam disa këngë në fakt që mund të jenë një version, po nuk është se kam zgjedhur që duke qenë që hoqja dorë një herë nga festivali, dua të jem shumë e sigurt që mos të ndodhi më ajo dhe prandaj dua të shkoj shumë safe dhe të jem shumë e sigurt në momentin që do vendos. Falenderojm shumë. Shumë faleminderit që ishe me ne. Unë dua t'ju falenderoj shumë të dyve për të gjithë energjinë, dua të falenderoj Top Albania Radio edhe Top Median sepse kjo është intervista ime e parë në fakt që jap për këtë album edhe jo më kot zgjodha të isha këtu sepse nga këto studio në fakt të Top Albanias ka nisur shumë herët e gjithë historia ime në Ethe edhe aty ku u bëra e famshme fillimisht edhe ju falenderoj shumë për gjithë supportin. Back to the beginning, sa ashtu siç erdhi me Frym, kthim në rënj, në shtëpi, në vegjëli ashtu edhe në karrierën tënde. Që albumi të hyjë në zemrat e gjithë shqiptarëve. Faleminderit shumë. Ta pëlqen shumë. Ne të duam shumë ty sigurisht, edhe gjithmonë. Kisi ti këndon live gjithmonë. Live, ishte shumë e bukur. Je live, aty 200 veta, okay? Ndërkohë, ne pas pak do presim një mik, dhe atë e kemi mik, po ai është dhe kështu ekzemplar në gjithë ato përgjigjet e tij, sepse ai jeton botën ndryshe. Do flasim ne kur të vi Alfred Sako apo? Do flasim, si do flasim? Për çdo gjë. Unë kur flet ai unë jam shumë kështu sy e vesh në harroj çad. Kështu që ne ndajmë me Kesin, po jo me Top Albania Radio. Yes, kthehemi pas pak.